Si po zgjidhen rastet emergjente që mund të kenë banorët? Po, me rastet e emergjencës tashmë është hapur një shteg, mund ta quajmë, nuk mund ta quajmë rrugë, pasi është rruga e Gnatja, për ironi që kanë zgjedhur që të kalojnë midis këtij shtegu, i cili zgjat gati një orë e pak në dijenin time. Dhe kështu, një pjesë kanë zgjedhur rrugë alternative duke hyrë në Maqedoninë e Veriut, duke dalë në Dibër të Madhe dhe pastaj drejt Tiranës. Për fat keq këtë situatë, unë me sa pajmend nuk kemi projektuar as në vitin 1997, kur praktikisht shteti kishte rënë dhe tashmë ndjehemi pa shtet, pa një qeveri e cila është funksionale dhe në shërbim të qytetarëve të Shqipërisë, por konkretisht të qarkut të Korçës. Dhe ne ndjehemi praktikisht të izoluar. Po bizneset aty sa janë ndikuar nga kjo situatë? E thash edhe në krye derës që bizneset, sepse Pogradeci ka një specifik që është qytet turistik dhe kryesisht mbahet me turizmin. Dhe kjo thash 80% të rezervimeve tashmë janë anulluar. Dhe unë e shikoj dhe vrej sot për shembull nga e premtja deri në të diel këtu ka frekuentim dhe janë të anulluara, dhe sigurisht që kjo nëse do të zjas akoma më shumë kjo situatë, do të çojë biznesin drejt, po them, falimentit, ose do ta vendosë në vështirësi shumë të mëdha. Aq më tepër që ne jemi duke u përgatitur për një sezon turistik dhe kjo sjell një stres, por edhe ndikon nga ana psikologjike për ata të cilët duan të pronotojnë dhe të vizitojnë Pogradecin, Korçën, Ersekën, pra të gjitha këto destinacione turistike. Dhe do të kemi, mendoj që jemi në prag të një sezoni të dështuar.